Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës së radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam himnin trishenjtor të shkëputur nga doksologjia e madhe në tingull tërthor të katërtit, nga baza e notës një, konkretisht shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm Shirona, së bashku me vargun doksologjik Lavdiatit e Birit dhe përsëritjen shenjtë i pavdekshëm Shirona. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le t'i dëgjojmë edhe një herë pikërisht ato himne. Shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm Shirona, Lavdiatit e Birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e përerë e në jetët të jetëve, amin. Shenjtë i pavdekshëm Shirona. Në emisionin e sotëm do të mësojmë himnin trishenjtor këndues apo azmatik të doksologjisë së madhe në tingull tërthor të katërtit, konkretisht himnin me këto vargje: shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm Shirona, por në variantin e ngadaltë të këndimit të tij. Doksologjia është shprehje e falënderimit dhe lavdërimit për Zotin. Doksologjia është forma liturgjike e lutjes me të cilën lavdërojmë Trininë e Shenjtë. Fillon gjithmonë me fjalën lavdi dhe ka si përmbajtje lavdërimin dhe madhështinë e Zotit me shprehje të shkurtra dhe ritmike, si lavdi më ty o Zot, lavdi më ty, ose lavdi më ty o Perëndia ynë, lavdi më ty. Përveç këtyre shprehjeve apo vargjeve doksologjike në himnologjinë liturgjike, dallohen edhe forma më të plota të doksologjisë, si doksologjia e vogël dhe ajo e madhe. Sot do të përmendim dhe do të flasim rreth doksologjisë së madhe, e cila nis pikërisht me fjalët lavdi ty që na rrëfeve dritën. Kulmi dhe përfundimi triumfal i shërbesës së mëngjesores, konkretisht i shërbesës së mëngjesores kremtuese dhe asaj të së dielës, arrihet përmes këndimit të doksologjisë së madhe. Ajo ka si model himnin e lashtë që kishte si nën psalje refrenin e lavdërimeve, lavdi ty që na rrëfeve dritën, dhe përbëhet kryesisht nga vargje psalmike dhe që përfundon me himnin trishenjtor, pra me shenjtë Perëndi. Për nga melodia, doksologjia i përket gjinisë papadike të artit psaltik. Në aspektin kompozicional, tradita melodike e doksologjisë së madhe daton që nga fillimi i shekullit të 12. Deri atëherë, asnjë kompozitor nuk kishte kompozuar doksologjinë, me përjashtim të disa shembujve nga Benedikt Episkolopuli dhe Dimitër Damias. Fillimi i kompozimit të doksologjisë, fillimisht në një melodi të ngadaltë, i atribuohet peshkopit të Redestit, Melkisedekut, i cili rreth vitit 1620 paraqet një kompozim të shkëlqyer në tingull tërthor të parit. Rrugën e hapur kompozicionale nga Melkisedeku e ndoqën shumë kompozitor pas bizantin, ndër të parët Panajot Krisafi i Ri, i cili kompozoi një doksologji në tingull tërthor të katërtit. Më pas, Gjermanos Neopatron që kompozoi 3 doksologji në tingull të dytë, në tingull tërthor të parit dhe një tjetër në tingull të tretë. Gjithashtu, një personalitet tjetër shumë i rëndësishëm që kompozoi në këtë periudhë është dhe Prift Balasi, i cili kompozoi një seri të plot doksologjisë sipas të 8 tingujve. Në vazhdim, kemi kompozitorin e mirënjohur Petro Bereqetin, i cili gjithashtu kompozoi një seri të plotë në të 8 tingujt të doksologjisë.
dhe personalitetet që pasojnë më vonë janë Kozma i Viriti, Athanasios i Viriti Thesalis, Arsen Kidonia, Jovaskos Vlachos, Theoduli Murg, Jakovi Episkopi Ghanës e të tjerë, të cilët dhanë kompozime të veçanta. Nga gjysma e dytë e shekullit të 18, traditës së doksologjisë i shtojnë kompozime të Anastas Rapsaniotit, Parthen Meteoritit, Melet Sinaitit, Dimitër Lotit, Joanit nga Trapezunda, i cili kompozon një seri të plotë të doksologjive në të 8 tingujt, Daniel Protopsaltit, Petro Peloponezit, Jakov Protopsaltit, i cili gjithashtu kompozon një seri të plotë doksologjisë sipas të 8 tingujve, Petro të Bizantit, Gjergjit nga Kreta, Manuil Protopsaltit dhe shumë doksologjime të reja nga Grigor Protopsalti, Hurmus Hartofilaksi, Theodor Fokaiosi, Gjergj Redestinoi, Gjergj Violaqi dhe shumë të tjerë kompozitorë të famshëm dhe psalt. Pjesa përfundimtare e doksologjisë përbëhet nga himni azmatik pra këndues, himni trishentor, i cili njihet gjërësisht me fjalët Shenjtë Perëndi, Shenjtë i fuqishëm, Shenjtë i pavdekshëm, Shirona. Një himn i cili quhet azmatik sepse paraqet një trajtim më të gjerë dhe më të zhvilluar nga aspekti melodik dhe kompozicional. Pas tij psalim troparin, sot erdhi shpëtimër në botë, pas të cilit përmbyllet shërbesa e mëngjesores dhe fillon liturgjia hyjnore. Përpara se të mësojmë këto vargje që kemi përzgjedhur nga doksologjia e sotme, le të lexojmë fillimisht tekstin e tyre. Shenjtë Perëndi, Shenjtë i fuqishëm, Shenjtë i pavdekshëm, më shirona. Le të dëgjojmë edhe një herë vargjet që kemi përzgjedhur për sot nga doksologjia e madhe. Shenjtë Perëndi, Shenjtë i fuqishëm, Shenjtë i pavdekshëm, më shirona. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore, e cila ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë i përket formës praktike dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë saktë dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë saktë vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmonipit, pra ndjenja e gëzim-hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Le të dëgjojmë pjesët që kemi përzgjedhur për sot nga doksologjia e madhe. Për t'i përvetësuar më mirë vargjet që kemi përzgjedhur sot nga doksologjia e madhe, le t'i dëgjojmë edhe një herë të plota.
Për t'i përvetësuar më mirë vargjet që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë të mësojmë ato frazë pas fraze apo fjalie muzikore. Sot kemi përzgjedhur Shenjtë Perëndi, e cila është në variantin pak më të ngadaltë dhe jo në stilin e tropareve që kemi zgjedhur zakonisht në repertorin tonë të emisioneve tona. Prandaj duhet jemi pak më të kujdesshëm dhe do t'i përsërisim jo nga 2 herë, por nga 3 herë secilin varg në mënyrë që t'i përvetësojmë më mirë ato. Prandaj le të nisim me frazën e parë, Shenjtë Perëndi, e cila është e kompozuar në një formë papadike mesatare, as e shpejtë dhe as e ngadaltë. Pra, janë më të zgjatura pak më tepër zanoret e kësaj fraze poetike. Shenjtë Perëndi. Le ta dëgjojmë për herë të dytë frazën Shenjtë Perëndi. Shenjtë Perëndi. Do të dëshiroja që ta dëgjonim edhe një herë të tretë frazën Shenjtë Perëndi. Shenjtë Perëndi. Le të kalojmë tek fraza tjetër, Shenjtë i fuqishëm. Shenjtë fuqishëm. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë, Shenjtë i fuqishëm. Shenjtë fuqishëm. Do të dëshiroja që ta dëgjonim edhe një herë të tretë frazën Shenjtë i fuqishëm. Shenjtë fuqishëm. Le të kalojmë tek fraza e tretë, Shenjtë i pavdekshëm. Shenjtë pavdekshëm. Le ta dëgjojmë me vëmendje frazën Shenjtë i pavdekshëm, pra me tekstin poetik Shenjtë i pavdekshëm, duke qenë sepse kemi edhe një notë shumë kulmore, pra kemi një kulminacion tek nota sipër, ku duhet jemi të kujdesshëm në mënyrë që të ekzekutojmë saktë lartësinë e asaj note. Prandaj le të dëgjojmë përsëri edhe një herë frazën Shenjtë i pavdekshëm. Shenjtë pavdekshëm. Dhe në fund të këtij tropari kemi frazën Më shirona. Më shirona. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Më shirona. Do dëshiroja ta dëgjonim edhe një herë të tretë. Më shirona. Për t'i përvetësuar më mirë vargjet apo troparet dhe himnet që dëgjuam, le t'i dëgjojmë edhe një herë të plota. Shenjtë Perëndi. Shenjtë fuqishëm. Shenjtë pavdekshëm.
Këto ishin himnet që kishin përgatitur për ju dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj që t'i keni mësuar sado pak edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi të përvetësoni edhe më mirë këto himne ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të mësojmë të psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru t'i gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë t'i psalim Zotit.